po unë vetëm po lexoj rajonin në fushat e parandalimit të korrupsionit, si edhe në fushën e hetimeve dhe ndjekjeve penale. Dhe përpjekjet për parandaluar dhe luftuar korrupsionin janë forcuar sipas raportit fal një kuadri gjithëpërfshirës ligjor dhe institucional. Kjo është një tërësi faktesh që shpjegojnë për çdo që do të kuptojë se pse Shqipëria sot është në pararoj të procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, pse Shqipëria sot ka kapacitetin për ta përmbyllur procesin e negociatave brenda vitit 2027, dhe pse Shqipëria sot ka të gjitha arsyet që të ndjehet plotësisht e motivuar për të bërë anëtare e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe me që ra fjala, dua të theksoj se shumë shpejt ne do të vazhdojmë me hapjen e kapitujve të tjerë, ndryshe nga çfarë është thënë ditët e fundit në pasqyrat e kënetës mediatike dhe politike. Tani, unë nuk dua të shtoj më shumë ose të marrë më shumë kohë për çka u tha mirë bukur këtu nga Adea, nga ministri apo nga zoti Esposito, dua vetëm të them që për ne ky nuk është absolutisht një moment për të ulur edhe për të kontempluar panoramën e arritjeve, po përkundrazi të gjitha këto janë motive të forta për të qenë shumë ambicios dhe për të shkuar shumë më tej. Dhe ne jemi duke bërë përpjekje të gjithanshme për ta thelluar këtë progres, duke përgatitur një dallë tjetër reformash, të mirëqeverisjes, të sundimit ligjit dhe të antikorrupsionit, me një përfshirje të madhe të të gjithë institucioneve dhe me ndërveprimin e treja pushtetet të pavarura, pushteti legislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor, duke vazhduar ne si qeveri të bëjmë një punë të konsiderueshme akoma edhe më të madhe në fakt për të vënë në dispozicion të këtij progresi dhe të qëllimit tonë të madh për të hyrë në Bashkimin Evropian edhe zhvillimet e teknologjisë. Jemi duke përgatitur një model unik për prokurimet publike me inteligjencë artificiale, që deri më sot të paktën është i pari model që do të mbulojë 95% të procesit pa përfshirjen e njerëzit. Para disa pak javësh kemi pasur një workshop me 16 përfaqësues të grupeve të kërkimit dhe të teknologjisë nga 16 vende evropiane që merren me zhvillimin e modelit prokurimit publik me inteligjencë artificiale dhe ka qenë shumë inkurajues ai workshop, por edhe domethënës për ne pasi të gjitha vendet e tjera kanë copza, pjesë, por ne po mundohemi dhe po e bëjmë këtë në bashkëpunim me Mira Muratin dhe grupin e saj, si edhe me Microsoftin, që të kemi një model gjithë përfshirës të gjithë procesit. Po kështu Adea e përmendi, jemi të vetëdijshëm që kadastra ka nevojë për të qenë shumë efektive në shërbimin ndaj qytetarëve, pavarësisht progresit të madh që është bërë krahasimisht me nga jemi nisur, dhe ndërkohë që ecim me digitalizimin e plot të kadastrës, falë mbështetjes që kemi marrë edhe nga Komisioni Evropian, do të punojmë edhe për të futur inteligjencë artificiale në proceset e kadastrës më pas.
Në sistemin e drejtësisë jemi akoma në epokën e gurit. Zhvillojmë intervista në prokurori edhe në polici, në fakt. Pa audio dhe pa video, intervistat në prokurori që nga prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm deri tek prokuroria speciale bëhen si në kohën e gurit. Unë të shoh, ti më shef, unë të pyes, ti më thua dhe unë shkruaj çfarë të dua. Kjo është vënë në pah nga institucionet ndërkombëtare.